Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri së bashku në emisionin 88. Sot do të flasim për postën shqiptare. Kam kënaqësinë t'ju bëjmë di që përballë meje është drejtori i përgjithshëm, zoti Majlin Lazimi. Faleminderit që jeni me mua. Faleminderit për ftesën. Zoti Lazimi, po ju uroj sukses sepse nuk ka shumë që jeni emëruar, kam përshtypjen se nga mëngjesi deri në darkë po studioni gjithë sistemin e postës shqiptare, e cila sipas meje, për sa unë kam informacion, është e vetme që shkon në çdo kënd të Shqipërisë apo jo. Dhe besoj po e verifikoni, po punoni. E vërtet, patjetër që posta shqiptare ka një emër tashmë në treg, po jo vetëm emër, është një entitet shumë dimensional. Patjetër që në vite ka pasur si themi procese të ndryshme, suri të ndryshme të performancës së saj, por është rëndësishme të kuptojmë që dimensioni post tashmë ka ndryshuar dhe është pak a shumë një dimension i cili shkon përtej tradicionales, që ka të bëjë me shpërndarjen e çështjeve të ndryshme, letrave, ka qenë një sfidë për ju, besoj se është një përgjegjësi jo vetëm politike, po dhe administrative e rëndësishme. Në këtë vështrim kuptohet që eksperjenca më e parshme ka qenë kryekuput politike, kjo është një eksperiencë e re, e cila padyshim ka plot adrenalin, ka plot sfida dhe është e një dimensioni tjetër, kryesisht ekzekutiv dhe menaxherial, gjë për cilën kam vullnetin dhe përkushtimin total për ta kthyer një seri suksesi, jo vetëm timin personale, por besoj edhe për vetë kompaninë e cila mu duhet të them shkëmbanie më e madhe publike për sa i përket edhe shpërndarjes apo kapillaritetit në gjithë Shqipërinë, sikurse edhe nga ana e në punësve të cilat punojnë. Konkurenca besoj duhet jetë fort me kompanitë private, po ne i referohemi postës tashmë, kur posta ishte i vetmi mjet komunikimi dikur. Ndërkohë që sot është emaili, pra posta elektronike janë dhe mënyrat e tjera. E vërtetë është që posta tashmë duhet të ridimensionojë pozicionin e saj, kashi të gjithë proceseve globalizuese, duke përfshirë teknologjinë e re, por ajo çka është rëndësishme kuptojmë që mënyrat themi tradicional komunikimit gjithsesi në gjithë botën do qëndrojnë për një kohë të gjatë dhe besojmë që për ne është rëndësishme të ruajmë pikërisht këtë emrin e mirë që ka të bëjë me pjesën e performancës dhe shpërbimit ndaj qytetarëve, sikurse është rëndësishme të kuptojmë që jemi një botë konkurrenciale ku padyshim emrat mëdhej postar futen edhe në tregun shqiptar dhe është e nevojshme që posta shqiptare gjithsesi të ruajë një dominancë pozitive për një pjesë të mirë shërbime të cilat e kryer me performancë lartë. Sikurse ka hapësira dhe besoj kjo është një nga sfidat e mia personale kur vjen puna tek menaxhimi, por besoj është një nga objektivat kryesorë postë shqiptare që të jetë sa më pranë qytetarit, jo vetëm përmes shërbimit postar, por edhe shërbimeve të tjera financiare, bankare, të cilat tashmë një pjesë e cilave kryen në postën shqiptare, në përzyrat tona. Po, çdo qytetar besoj ka të bëjë me postën tashmë, o me një shërbim financiar, o me një shërbim postar mirëfilli. Është pothuajse e pamundur që mos kesh të bësh me postën, duke pas parasysh edhe shtrihen tonë në gjithë Shqipërinë, tashmë kemi rreth 570 zyra në gjithë Shqipërinë. 570. Dhe janë rreth 2480 punonjës, të cilët aktualisht punojnë në logon e postës shqiptare. Ju sapo më thatë që vinit nga Shkodra për duke kryer detyrën tashmë dhe këtë e bëni në mënyrë të rregull në të gjitha pikat. Po në strategjinë tuaj, po themi kombëtarizmi, sepse ne jemi kombë që jetojmë në shumë shtete. Bën pjesë në strategjinë tuaj pra një përgjigje ndaj nevojave të shqiptarëve të tjerë, cili është bashkëpunimi me Kosovën, një shteti tjetër shqiptar, por edhe me Maqedoninë, Malinezi, këto si a hyn në strategji këto? Më duhet të them që ditët e para të detyrës time 3, besoj kam pasur, si thuaç, të gjithë përqendrimet e duhur për të parë pikërisht çështjet që janë në nivelit strategjik. Kuptohet që niveli menaxhimit të një kompanie të këtyre përmasave është e vështirë që mos të kesh të bësh me nivel mikromenaxhimi, por mbi gjitha këto dohet kisha atë përqendrimin e duhur për të parë çështjet të cilat janë më rëndësi më të madhe. Në këtë konverstim besoj që marrëveshjet rajonale dhe ndërkombëtare që tashmë posta shqiptare ka pasur ndër vite, do duhen të përforcohen. Kjo parte në kuptimin e eksperiencës së re. Shumë shpejt besoj në Kosovën. Fillon nga zero në postë, ka një histori edhe suksesshme. Dhe besoj që ka pasur vitet e fundit ka pasur në shumë procese ka ecur pozitivisht, sikurse ka procese që unë besoj ka nevojë për të përmirësuar akoma më tepër, sepse është rëndësishme që posta, siç thash, të merret të gjithë dimensionin, të gjithë gamën e shërbimeve të cilat janë aktualisht prezente në shumë vende europiane. Kështu që në këtë konverstim besoj ne kemi të gjithë hapësirat e nevojshme për të përmirësuar shërbimin, kryesisht duke rifilluar dhe rikonfirmuar marrëveshjet do thojë unë me vende rajonale, siç është me Kosovën, presim në javën vazhdim do kemi marrëveshje që ka të bëjë kryesisht me tranzitin e një pjesë të dokumentave apo
ato që quhen koliposta për shkak të themi eksperiencës dhe njohjes së shumicës vendeve, po themi në qoftë në Europë dhe në botë, të Shqipërisë ka çështje natyrës njohje për sa i përket këtyre po themi proceseve tranzitit për Kosovën, gjë që mund ta bëjmë bashkërisht Shqipëri-Kosovë. Megjithatë do doja ta shikojmë me si thua fokus akoma më gjerë. Është rëndësishme kuptojmë që posta shqiptare aktualisht ofron një sër shërbime, siç janë shërbime financiare, ku ka të bëjë me arktimet qoftë faturë energjisë elektrike, të ujit, apo shërbime të tjera që kanë bëjë palesoni sistemin e pagesave në tërësi. Dhe kjo padyshim po të shikojmë në gjithë tarvet e postës shqiptare përbën rreth gjysmën e tarvet saj. Pra pothuajse të gjithë tarvet që kemi nga shërbime postare janë pothuajse të njëjta me tarvet që vijnë nga shërbimet financiare dhe bankare. Një këndvështrim afatgjat patjetër është rëndësishme të kuptojmë që personalisht besoj që ka potenciale të fjetura të postës shqiptare, kryesisht në drejtim të pagesave, në drejtim të arktimeve për shërbime financiare bankare. Më lejoni të them që një pjesë e mirë vendeve europiane tashmë kemi atë që quhet Postbank apo bankën e postës, që është shumë e rëndësishme dhe shumë e suksesshme, siç është Banca Posta e madhe dhe të vogël njëkohësisht domosdoshmërisht. Banca Posta Italiane që është shumë e suksesshme, ka me mira zyra në gjithë Italinë, një gjë kemi rastin francez, kemi Deutsche Post Bankun, pra unë besoj që duke pasur realitetin shqiptar, kuptohet që neve ambicet do duhet të shtrim në kohë, sepse është rëndësishme pikë së pari të rrisim performancën e shërbimeve që ofrojmë. Dhe nga tjetër duhet të modernizojmë edhe infrastrukturën tonë, e cila jo në pak raste ka nevojë për të përmirësuar. Besoj që ka në eksperiencën time, për shembull, unë punoj shumë me Italinë, i dërgoj nëpërmjet. Kam filluar këto 2 vitet e fundit me postën shqiptare. Kam pas përdorur dikur postat e huaja që janë prezente dhe përdor teknologjinë. Unë kudo që jam me celular dhe verifikoj nëpërmjet faturës kur arrin, kur rekomandet. Dhe më rezulton që kam pasur probleme për të hyrë në sistemin italian të postës italiane. Duhet telefonuar një zyrë tjetër, duhet kontaktuar me ata për të gjetur arritje në postën. Do ta zgjidhni këtë në ditët në vijim, në vijim po them. Ajo çka thash më parë është që ne jemi në fazë, si thua, duke dashur të ruajmë ato procese që janë tradicionale për postën shqiptare dhe për gjithë postat në Europë dhe më gjerë, do duhet modernizojmë postën shqiptare përmes po them prezantimit sistemeve të reja, të cilat kanë të bëjnë me lehtësimin e shumë procedurave, pra ti nga celulari i çdo personi mund të në një farë mënyre të arrijë të ketë një gjurmim të materialit apo objektit. Ata privatët e bëjnë në mënyrë perfekte. Gjë e cila për ne aktualisht është një fazë, po themi akoma eksperimentale, gati dhe nuk është po themi aplikueshme, por unë besoj që është zgjedhje më racionale juaj, se paga është ku e ku me privatët, duhet thënë dhe kjo domethënë. Është një proces, siç e tham, janë sfida të cilat unë besoj me shumë kënaqësi dhe shumë devotshmëri, besoj bashkë me stafin cilën punoj aktualisht, kemi në muajt vazhdim si objektiva të rëndësishme në mënyrë që, siç thashë njëherë, qytetari shqiptar, klienti shqiptar të jetë sa më i kënaqur nga shërbimi që ofron posta në të gjitha drejtimet. Në strategjinë tuaj si është mënyra për ta kuptuar nëse konsumatori, klienti shqiptar, qytetari shqiptar, e gjithë shoqëria ka të bëjë me postën, kur ka një problematik, ku duhet shkoj? Keni ofruar ju mundësi, keni një plan për të ofruar mundësi akoma më lehtësuese për ta bërë një gjë të tillë? Aktualisht po të shikoni në website-in tonë, kemi numër 0800, i cili është një numër që shumë klientë, shumë qytetarë tashmë e përdorin për të marrë, si thua, për të lënë ankesat e tyre. Padyshim që kjo nuk është mjaftueshme, ne besojmë që në tarm do kemi një strategji dhe një plan marketingu i cili do jetë edhe akoma më agresiv, më pranë qytetarëve, në mënyrë që në kohë reale çështjet e caktuara që kanë interesin qytetarëve të zgjidhen në kohë sa më shpejt. Por unë besoj që do duhet kemi, si thuash, një proces i cili do të vazhdojë, do të fillojë nga momenti i komunikimit me qytetarët në sportelet e postës shqiptare. Është rëndësishme të kuptohet që klienti, pavarësisht se kjo është një kompani publike, unë kam dashur që edhe drejtorët filialeve, të cilët janë në farë mënyrë menaxhojnë në rrethet caktuara, po themi aktivitetin e postës, për mua është rëndësishme, siç u thash edhe atyre, që pavarësisht interesit publik dhe është një kompani 100% aksioner shteti, duhet të kuptojmë që ne konkurrojmë me kompani private, të cilat në farë mënyrë edhe me sisteme të tjera që janë sistem financiar qoftë përmes bankave, që ofrojnë pothuajse njëjta shërbime, do duhet dhe ne të jemi në cilësinë e duhur në mënyrë që qytetari shqiptar, duke përshuar alternativa, duke përshuar shërbime që ofron qoftë posta apo institucionet tjera qofshin këto bankare,
të zgjedh postën sepse është më përshtatshme. Por kjo kuptohet nuk është dëshirë, do të ishte si thua një imponim normal pas një performance e cila unë besoj që akoma nuk kemi aty ku duhet. Po në raport me organizimet ndërkombëtare, bën pjesë posta shqiptare ke këto organizime, si funksionon? Aktualisht jemi antar për shumë vitesh të Unionit Përbotshëm Postar dhe Europostës, cilët janë dy organizmat ndërkombëtar më të rëndësishëm. Unë madje besoj në ditën e vazhdim ndoshta nga java tjetër, besojmë që do kemi takime të rëndësishme edhe në kuadër të takimeve të Europostës dhe gjë që do më jepet rasti që takoj dhe homolog të rajonit, po edhe të vendeve tjera europiane, ku padyshim do duhet krijojmë të urat e komunikimit dhe bashkëpunimit në mënyrë që eksperiencën e këtyre vendeve ta sjellim sa më shpejt në mënyrë më të përshtatshme në kontekstin shqiptar, për shërbimet që unë i thash, që ka të bëjë kryesisht me modernizimin e teknologjisë dhe gjithë shërbimit, po themi, qofshin këto shërbime postare apo edhe financiare apo bankare, sikurse nga ana tjetër dhe të asistohemi teknikisht edhe me know-how në përshtatshëm nga këto vende për të parë se si posta shqiptare mund të transformohet akoma më tepër në një proces i cili në farë mënyrë do duhet thashë një herë të fillojë diku dhe patjetër është proces jo kaq i shkurtër dhe jo kaq i lehtë. Padyshim që bëhet fjalë për një imprezë shumë të rëndësishme, domethënë 2400 punonjës, mbuloni gjithë territorin shqiptar, tashmë me organizme ndërkombëtare dhe ne jemi kom që një pjesë e mirë e rëndësishme e jone jetojmë jashtë. Pra kemi zgjedhur deri dje, kush ka jetuar, po themi postat e ndryshme. Tashi ju ofroni mundësinë që të jetë posta shqiptare njësoj si ajo italiane apo synoni ta arrini gjithë. Kjo është një objektiv i rëndësishëm që për momentin akoma nuk është realizuar, pra si thua është një bashkëpunim i duhur, ne po mendojmë gjithë hapësirat qoftë përmes partnerëve të tjerë privat, mund të ishin institucione që tashmë janë në treg ndërkombëtar, që ka të bëjmë qoftë me transferet e parave, të cilët ne e kuptojmë që është një treg shumë i rëndësishëm. Jemi pjesë e Eurogirës, që është institucion ndërkombëtar evropian më saktë, që të bëjnë transferimin e parave, por besojmë që ka hapësira për të pasur bashkëpunim edhe me, po themi, lojtarë më të mëdhenj botëror, duke shfrytzuar edhe një raset më të madh që ka posta shqiptare, kaplaritetin, pra shtrinë në gjithë Shqipërinë, edhe aty ku nuk ka një zyrë, po themi, komunare apo një zyrë të pushtetit lokal, ka një postë patjetër dhe në këtë vështirësi besoj që edhe në një perspektivë më afatmesme, duke pas parasysh të reformit territoriale, e cila në farë mënyrë do duhet që kemi më shumë bashki, por do duhet që komunat në farë mënyrë mos kenë atë rol që kanë pasur deri tani. Posta shqiptare mund të jetë fare mirë, por patjetër kjo është një çështje perceptimi për momentin dhe akoma nuk kemi projekt konkret. Jeni dhe politik bërës, që duhet posta shqiptare do të jetë patjetër aty për të ofruar një kohë sa më reale shërbime të cilat në farë mënyrë ndoshta do duhet të jenë si thuash jo domosdoshmërisht pranë bashkive, sepse duhet kuptojmë që posta shqiptare do të jetë si thuash agjenti kryesor, dritara kryesore, dera kryesore kur qytetari shqiptar qoftë në fshat apo qytet ketë mundësi të zgjidhë hallet e përditshme, qofshin këto natyrës procedurale apo shërbimet utilitare të pagesave të ujit, dritave dhe të tjera. Në raport me eksperiencën e deri tanishme, ju po flisin për teknologjinë moderne që e cila është e inseruar, do futet në, po themi, fjala e fundit, burimet njerëzore, a janë kompatibile me këto zhvillimet, si po e shikoni ju si drejtor këtë dhe sigurisht do ofroni ju trajnime, specializime të ndryshme, cila është kryesore që unë ndoqa dhe pash në fakt ditët e para të punës time aty dhe tashmë që po flasim, kam hartuar një kalendar shumë agresiv trajnimesh në gjithë Shqipërinë brenda një muaji, ku padyshim është rëndësishme të kuptojmë që të gjithë në punësit e postës shqiptare do duhet kalojnë përmes disa testeve praktike, që një në punë si postë shqiptare mos të specializuar thjesht në, po them, në ark, si një sportelist, apo thjesht si përpunues një proces tjetër, por do duhet i ketë, si thua, pjesë të zotësisë tij apo të saj, të gjitha ato procese në mënyrë që dhe riqarkullimi në rast se do ketë nga një pozicion tjetër, brenda për brenda postës shqiptare të jetë sa më gradual dhe kushdo të ketë mundësi të shërbejë në kohë reale me profesionalizmin e duhur. Por patjetër do të kuptojmë që ky është një proces i cili nuk është kaq i lehtë, nuk ka qenë her pas herë, nuk ka qenë pjesë e disiplinës kooperative që mund të funksionojë me një biznes privat, ku realisht maksimizimi i fitimit ka qenë, se thuash, objektiv kryesor. Në rastin postë shqiptare, unë besoj që është e rëndësishme të martohen dy objektive. E para, do duhet të rikthehemi me një rritje pozitive të ardhurave, gjë që 2013 fatkeqësisht besoj kryesisht për shkak të
fushatës sektorale, Posta Shqiptare pati vitin e parë pas shumë vitesh me humbje, por unë besoj që ka potenciale. Pra vetëm 2013 ka qenë me humbje? Pas kuptohet, pas viteve themi 2000 tutje, sepse ka pasur problematik trashëguar, por nga viti 2005 kuptohet që pati një proces pozitiv në zhvillimet e brendshme të Postës Shqiptare dhe duhet ta jemi dëshmitar për këtë. Por nga tjetër do të thënë që ishte një vit i vështirë viti i kaluar për sa i përket pasurive financiare dhe raporte financiare, por besoj që ka potenciale të cilat me pak më shumë devotshmëri, me pak më shumë agresivitet për sa i përket menaxhimit të ardhurave dhe një lloj të qenurit konservativ me shpenzimet, dhe këtu nuk është e lehtë kur bëhet fjalë për financa për një kompani publike. Është rëndësishme që të rikuperojmë këtë pozicion dhe besoj që kemi potenciale për ta kaluar një vit, akoma është herë për ta thënë. Akoma është herë për ta thënë këtë mënyrë decisive, sepse nuk besoj se mjafton një muaj për dyshuar këtë situatë. Por mbi gjitha besoj që është rëndësishme krahas këtij objektivit kemi një objektiv akoma madhor që është përmirësimi i shërbimit, një shërbim më cilësor për qytetarët, të përgjigjurit në kohë të gjitha ankesave që kanë të bëjnë me çështje të ndryshme apo procese të ndryshme, dhe kuptohet këto dy procese do ecin paralelisht. Një performancë më mirë financiare do sjellë detyrimisht një performancë më të mirë të shërbimit ndaj qytetarëve dhe klientëve. Sigurisht dhe fitimin. Në raport nuk e njoh ligjin për postën, sigurisht në mbështetur në ligj ju e keni studiuar me lupë, e ke studiuar jam i bindur me lupë tashmë, e ke mësuar përmend dhe po funksionon, po gjithë puna jote mbi të. Në raport me motivimin financiar të punonjësve, jep hapësira ligji kur një punonjës është rentabël në punën e tij për të motivuar financiarisht, nuk e di. Se e kuptoj, jeni institucion shtetëror, më këto gjëra kuptojmë që ne jemi shoqëri tregtare, shoqëri anonime dhe patjetër nga raporti institucional ne kemi varësi nga Ministria e Ekonomisë, duke qenë shoqëri tregtare siç thashë një herë. Dhe aksioneri kryesor është aksioneri pra shteti 100%. Ministria përkatëse. Sikurse kemi edhe një linjë tjetër të aktivitetit ton që ka të bëjë me Ministrinë e Inovacionit, ku ka të bëjë me të gjithë komunikimin, telekomunikacionit dhe po themi të komunikimit postar. Po nga ana tjetër është rëndësishme kuptojmë që neve funksionojmë bazë e buxhetit kompanisë. Pra, në farë mënyre ne nuk marrim asnjë qendar nga buxheti i shtetit, sikurse Posta Shqiptare ndër vite, po tashmë që po flasim, ka qenë përfshirë në mënyrë suksesshme në shumë procese ku ka pas interes publik dhe jo domosdoshmërisht ka qenë përkthyer me një rentabilitet financiar apo komercial. Mos harrojmë që Posta Shqiptare po bën një punë të rëndësishme për sa i përket fjala vjen një marrëveshje që kemi me kompaninë Alat për prodhimin e pasaportave dhe kartave të identitetit, ku padyshim palë kryesor është Ministria e Brendshme dhe kompania, por ne jemi agent të themi të këtij koncesioni për të bërë këtë shërbim që ka të bëjë qoftë në kupona që shiten në transporteriet tona deri në momentin kur ne bëjmë edhe transportin e dokumenteve përkatëse. Kuptohet këto janë raste ku interes publik, ku ka të bëjë padyshim që nuk është e nevojshme gjithmonë të ketë një faturë biznesi që në kushte private mund të ishte ndryshme. Motivimi financiar për çdo individ është i rëndësishëm. Kuptohet që është i rëndësishëm tashmë ku ne mendojmë që kemi ambicie të reja qoftë në sektorin financiar apo bankar, dhe po kjo duhet të shkojë paralelisht me një rritje performancës, aq më tepër kur besojmë që është e kuptueshme që nga një vit i cili nuk ka qenë pozitiv 2013, do duhet të jemi konservativ për sa i përket shpenzimeve, por nga ana tjetër do besoj që jeni optimist që 2015 ta sillni ka mundësi që të krijojmë një sistem meritokracie nga ana financiare. Unë besoj që ka mundësi që të krijojmë një sistem bonusi jo vetëm për individ, por edhe për filiale të cilat realisht arrin të kenë shërbim cilësor, të kenë të ardhurat të cilat justifikojnë shpenzimet, pra dalin me fitim. Dhe nga tjetër unë besoj që kjo kuptohet dhe kërkoj kohën e dur dhe një motivacion më i mirë nga ana e pagës ndaj punonjësve, besoj do ketë dhe benefica të tjera për kompaninë në tërësi. Por në fund të ditës ne nuk kemi kompani private e cila është mirëfilli e interesuar për maksimizimin e fitimit, por jemi një kompani e cila do duhet të jetë me rentabilitet dhe nga ana tjetër duhet të jetë gjithmonë pararojë e proceseve të rëndësishme ku padyshim ne jemi të gatshëm të japim kontributin ton. Së fundmi jemi pjesë e një procesi akoma të rëndësishëm, paktën ditët e fundit që ka të bëjë me maturën shtetërore. Gjë që me shumë bujari ja kemi ofruar Ministrisë së Arsimit dhe besojmë që kemi bërë punën tonë të mirë përmes shpërndarjes së gjithë dokumentacionit për sa i përket provimeve dhe pastaj
edhe njëherë rimarrjes të provimeve nga qendrat. Pra keni marrë dhe përgjegjësi se duhet mos të dekonspirohen. Jo, absolutisht, kjo është diçka që është zyrtare, kontratë, patjetër që mbas një kontrate të mirë përcaktuar. Nuk është mbi baza tregtare, do doja thoja, domethënë ne jemi pjesë e shumë procese të cilat në farë mënyrë kanë nisur më herët dhe sikurse kemi edhe procesin që ka të bëjë me projektin e internetit falas në shkolla dhe në përbashki apo komuna, gjë që posa shqiptare ka kryer dhe tani me sukses. Me sukses. Ju së fundi u pam me një element të rëndësishëm që është edhe politik, ju emetuat pullën shqiptare me portretin e Papa Francesku. Aty ishit politikan mirë, mund ta sjellim si një rezultat punës tuaj, apo ishte ideuar më përpara, apo ishit ju që stafi juaj? Ka një komision shtetëror për sa i përket emetimit pullave të veçanta dhe ky është një nga emetimet e veçanta, apo saktë themi sasi limituar, siç e tham ne, për rastin e vizitës të jashtëzakonshme dhe shumë të rëndësishme të një dhuratë që i bëhet Papa Francesku. Patjetër që posa shqiptare nuk kishte si të mungonte në këtë, po themi, mozaik të festimeve. Ne besuam që bëm punë më të mirë dhe autori i veprës apo themi pullës ishte një ideatori, themi, besoj që pati vlerësimet maksimale, kuptohet kjo kalon përmes një konkursi ku përmes vendimarrjes u bë mundur që të prodhoj një kohë reale, kohë të shpejtë në fakt, sepse ishte një porosi, themi, nuk ishte planifikuar deri para disa javëve, dhe besoj që kjo u arrit me sukses, dhe besoj që edhe qytetarët shqiptar do kenë mundësi ta kenë. E keni parashikuar të ndjeni ditën e ardhjes datë 21 shtator. Pra nuk është akoma në qarkullim, por menduam që ishte rëndësishme që ta ndanim me opinion publik. Gjetëm më duk se është pjesë e PR-it ndërkombëtar të Shqipërisë. Pulla që nëpërmjet postës tuaj tashmë me foton e Papa Francesku do shkojë në botë, është një pjesë e një PR-it të rëndësishëm për Shqipërinë. Unë besoj që këtu ka akoma shumë hapësira, dhe mos në fushën filatelistë që posta shqiptare duhet promovojë akoma më tepër pikërisht edhe këtë aspekt, element historik, qoftë të pullave që jam i sigurt që ka koleksionistë edhe në Shqipëri, po dhe jashtë Shqipërisë që janë interesuar shumë për pullën shqiptare, dhe besoj kjo në vazhdimsi do duhet ketë një strategji të mirëfillt për ta pasur akoma më prezente në aktivitete kësaj natyre. Unë ju falenderoj që ishit me mua dhe është dalja e parë si drejtori i përgjithshëm i postës shqiptare, dalja e parë mediatike, mos gaboj, përveç konferencës shtype që bëhet për pullën. Besoj që mos dalim më shpesh se sa do ishte nevojshme, sepse unë besoj që është një pozicion i cili përpos element politik që me detet ilustruat, megjithatë ka të bëjë me element që ka të bëjë me çështje të prekshme, me çështje ekzekutive, menaxhimi, ku më shumë se fjalët, veprat besoj do kenë më tepër vlerë, por gjithsesi për mua sa herë që jam i ftuar në këto takime, sidomos në emisionin tuaj, do ishte kënaqësi që ndaja ca opinione, ide, ndoshta dhe vizione për sa i përket punës së postës shqiptare sot dhe në të ardhmen. Ju falenderoj dhe sigurisht ju uroj shumë suksese dhe sigurisht informuam për disa nga projektet e tua tashmë, janë të tua të postës shqiptare, ju jeni drejtori i përgjithshëm i saj dhe ju uroj shumë sukses. Faleminderit për ftesën. Edhe ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues që ndetet me ne, bashkë do të shihemi në emisionin e radhës. Suksese drejtor.